Sot shënohet dita ndërkombëtare kundër abuzimit me lëndë narkotike dhe narkotrafikut. Kjo ditë shërben që kompetentët të shqyrtojnë masat parandaluese kundër varësive, sidomos nga të rinjët, të cilët janë më të ekspozuar ndaj këtyre dukurive të rrezikshme për shëndetin e tyre. Biljana Zhurovska nga Kryqi i Kuq thotë se si organizohat vazhdimisht i kushtojnë vëmendje dhe marrin masa parandaluese kundër problemit të varfshmërive. Në këtë kontekst, ajo përmendi organizimin e muajit të luftës kundër varësisë që organizohet për çdo vit në muajin nëntor. Kryqi i Kuq në kontinuitet punon në parandalimin e paraqitjes së varfshmërive, me atë që në muajin nëntor për çdo vit organizohet muaji i luftës kundër varësive. Në kuadër të kësaj fushate organizojmë një numër të madh aktivitetesh edukative dhe informuese. Për të rinjtë realizojmë punëtori interaktive dhe ligjërata, ndërsa krijohen edhe video edukative dhe përmbajtje të përshtatshme për jetët sociale. Qëllimi është të informojnë qytetarët për rëndësinë e parandalimit dhe rreziqet që lidhen me varësitë, si dhe të inkurajohet krijimi dhe mbajtja e shprehive të shëndetshme të jetës. Kryqi i Kuq ka programe edukative të dedikuara për popullatën e re, të cilat realizohen me ndihmën e rrjetit të edukatorëve të rinj bashkëmoshatar, ndërsa edukatorët zhvillojnë aktivitete edukative në drejtim të parandalimit të varësive në shkollat fillore dhe të mesme në vend. Ky lloj edukimi nga bashkëmoshatarët është shumë i rëndësishëm, sepse komunikimi dhe të mësuarit ndërmjet të rinjeve të së njëjtës moshë rezulton më i suksesshëm dhe më i pranueshëm. Përmes punëtorive të ndryshme, diskutimeve dhe shembujve praktik, të rinjët informohen se si të parandalojnë përdorimin e substancave dhe format e ndryshme të varësive, veçanërisht varësive nga droga, duhani, alkooli dhe forma të tjera të varësive. Përmes kësaj fushate, të rinjt fitojnë gjithashtu shkatësi dhe zakone të reja jetësore, forcojnë vetbesimin e tyre dhe mësojnë mënyra se si të përballen me përgjegjësi dhe sfida të ndryshme të ardhmen. Ajo njëherë thekson se Kryqi i Kuq bashkëpunon edhe me institucione tjera që janë të angazhuar në parandalimin e varësisë dhe zvogëlimin e pasojave nga përdorimi i lëndëve narkotike. Kryqi i Kuq ka një bashkëpunim të gjatë dhe të konsoliduar me institucione që veprojnë në fushën e parandalimit të varësive, parandalimit të sëmundjeve dhe zvogëlimit të pasojave të dëmshme nga përdorimi i drogave. Është me rëndësi të theksohet se gjatë 2 dekadave të fundit, Kryqi i Kuq ka qenë pjesë e programit kombëtar të Ministrisë së Shëndetësisë për parandalimin e HIV-it të personat që injektojnë drogë. Ky program zbatohet në 3 komuna të vendit, përkatësisht në Veles, Kavadar dhe Shkup. Në kuadër të këtij programi ofrohen shërbime mjekësore dhe sociale, si mbështetje psikologjike, me qëllim të zvogëlohen rreziqet shëndetësore dhe të përmirësohet cilësia e jetës së këtyre përfituesve. Përveç bashkëpunimit të ngushtë me ministritë dhe institucionet përkatëse, synojmë të sigurojmë trajtim dhe mbështetje të qëndrueshme për përdoruesit e drogave, si dhe të kontribuojmë në mbrojtjen dhe përmirësimin e shëndetit publik. Kohët e fundit të rinjt përballen me një numër të madh sfidash, shumë prej të cilëve vijnë nga mjedisi që i rrethon. Një nga sfidat kryesore është qasja e lehtë në informacione përmes rrjeteve sociale dhe internetit, të lidhura me përdorimin e drogave. Në disa raste, përmbajtjet në rrjetet sociale mund të krijojnë përshtypjen e normalizimit apo dhe promovimit të përdorimit të drogave. Një sfidë tjetër është presioni nga bashkëmoshatarët, si dhe kurreshtja që është karakteristike për moshën e re dhe nevoja për t'u përkitur një grupi ose një rrethi të caktuar shoqëror, thotë Zhurovska, sipas të cilës vëmendja e veçantë duhet t'i kushtohet edhe shëndetit mendor. Shfaqja e ankthit, stresit, ndjenjes së vetmisë dhe pasigurisë të rinjt përbën një sfidë serioze që kërkon mbështetje dhe kujdes të vazhdueshëm. Prandaj është shumë e rëndësishme që të rinjt të kenë qasje në informacione të sakta dhe të besueshme, lidhur me rreziqet e përdorimit të drogave dhe mbrojtjen e shëndetit. Gjithashtu ata duhet të ndjehen të sigurt dhe të mbështetur për të biseduar hapur dhe për të shprehur problemet, shqetësimet dhe pasiguritë e tyre në mjedisin ku jetojnë. Zhurovska me rastin e 26 qershorit përcolli edhe mesazhin se parandalimi fillon me ndërgjegjësim. Po, mesazhi ynë për 26 qershorin është i qartë. Parandalimi fillon me ndërgjegjësimin, ndërsa ndryshimi fillon me secilin prej nesh. Prandaj të gjithë së bashku duhet të marrim përgjegjësi dhe të investojmë në shëndetin dhe mirëqenien e të rinjeve. Të rinjet kanë të drejtë të jetojnë dhe të zhvillohen në një mjedis të sigurt,
ku ndjen të mbështetur, të pranuar dhe të vlerësuar. Të gjitha përpjekjet dhe investimet që bëjmë sot në edukimin, mbështetjen dhe zhvillimin e tyre do të kontribuojnë në krijimin e brezave më të shëndetshëm dhe të një shoqërie më të sigurt në të ardhmen. Së bashku mund të ndërtojmë një të ardhme ku të rinjt do të kenë më shumë mundësi, më shumë siguri dhe një cilësi më të mirë jetese. Apeli ynë është që institucionet, familje, të rinjë dhe i gjithë komuniteti t'i bashkojnë forcat dhe të ndërmarrin aktivitete për parandalimin e përdorimit të drogave. Familja është njësia më rëndësishme që ofron mbështetje dhe ndihmë përmes komunikimit të hapur, bisedës dhe diskutimit, të cilat janë elemente kyçe për zhvillimin e shëndetshëm të rinjve. Nga ana tjetër, institucionet duhet të sigurojnë programe të qasshme dhe të vazhdueshme për edukim, mbështetje dhe parandalimin e përdorimit të drogave të rinjt. Po ashtu shkollat dhe mjedisi ku jetojnë të rinjët duhet të ofrojnë një ambient të sigurt dhe mbështetës, ku ata të ndjehen të pranuar, të dëgjuar dhe të vlerësuar. Në fund, të rinjeve do t'u rekomandoja të jenë të informuar dhe të kujdesshëm ndaj burimeve të informacionit që përdorin, duke i siguruar që ato të jenë të sakta dhe të besueshme, të besojnë në veten dhe aftësitë e tyre dhe të mos kenë frikë të kërkojnë ndihmë dhe mbështetje kur përballen me probleme që lidhen me përdorimin e drogave. Problemin e përdorimit të drogave, sidomos tek të rinjët, si problem shqetësuese paraqet edhe psikologja Hatixhe Sefa. Sipas saj, ka një sër faktorësh që të rinjët i nxit drejt përdorimit të substancave narkotike. Është një temë shumë e qelluar, për cilën meriton të flasim dhe duhet të mirë shumë seriozisht në kohën e fundit, sepse ne themi që ka qenë aktuale në vitet më përpara, në kohën kur themi para 10 viteve ose kur ne ishim të rinj, po tani është në vërtet shumë më shqetësues ky fakt, sepse themi që të rinjt kanë një zhvillim emocional pak më të ndryshëm nga ajo të cilin e kishim ne. Pse them që është më i ndryshëm? Sepse prania e shqetësimeve, bullizmit, vetvlerësimit të ulët, vetbesimit të ulët, shqetësimet emocionale, ndryshimet në sjellje, mos përfshirja në grup, në klas, dallimet që bëhen mes moshatarëve, janë një sër faktorësh të cilët e bëjnë që i riu të bëhet pjesë të merr, hapin edhe të përdor substancat narkotike, dhe kjo e bën edhe më të pranishme, përfshirjen e substancave narkotike tek të rinj, sepse sigurisht na e dim krejt që kur diçka kërkohet edhe sillet më shumë, edhe duke parë parasysh gjithë këto shkaqe, gjithë këto faktorë të cilët e sillin të rinjun para një sfide e cila nuk e lën atë të zhvillojë atë potencialin e tij të zhvillojë në personalitet të shëndetshëm, jo çdo rast, se nuk duhet t'i përfshijë të gjithë, mirë po një numër që seriozisht duhet mirët, i konsiderueshëm është që duhet të kemi parasysh se vërtet është në shteme sipër, numri i të rinjve të cilët përdorin drogat edhe substancat narkotike. Ata fillimisht ndoshta e fillojnë me një cigare, me një cigare elektronike ose diçka tjetër, mirë po përkatësia në grup, nevoja për të qenë pjesë e grupit, për të qenë më in, si e thonë vetë të rinjt, është ndoshta edhe presioni nga bashkëmoshatarët, edhe dëshira për t'u tregu se edhe unë jam pjesë e juaj, po shumë shpesh edhe vetbesimi ullet, çrregullime të ndryshme emocionale, shtypja të cilën ata ja bëjnë vetes ndër njëri tjetrit, ndoshta ndikon që ky numër në vazhdimsi po shkon edhe po rritet. Kjo sikur duket se bëhet një deviancë, e cila sjell pastaj devianca të tjera. Për shembull, njëri i cili e fillon ndoshta përdorimin e drogës dhe shpesh ndodhet ngusht financiarisht, mund të ndodhë që ai të merr edhe rrugë të tjera deviante, për shembull, jo me dëshirën e tij, po pa vullnetin e tij të bëhet edhe një vjedhës ndoshta për të siguruar mjetet e caktuara për të siguruar pastaj substancën narkotike të cilën e përdor kështu me radhë. Domethënë ky numër nuk është aq i vogël sa nuk duhet të merret parasysh, por është me të vërtet duhet ta kemi në konsiderat dhe duhet të angazhohemi seriozisht të gjithë ne, si ju media, si ata që sikur edhe profesionistët e shëndetit mendor, mjekët edhe të gjithë të tjerat.
Ajo njëherë thekson edhe pasojat të shëndetit mendor i përdoruesve të substancave narkotike. Duke marrë parasysh se substancat narkotike vetëm se dihen edhe si të dëmshme për shëndetin fizik, po ashtu edhe për shëndetin psikologjik, po ashtu edhe atë ekonomik, social edhe të ndryshëm, domethënë pasojat e tyre janë në fusha të ndryshme. Domethënë pasojat e përdorimit të substancave narkotike nuk lidhen vetëm me shëndetin mendor ose vetëm me shëndetin fizik ose vetëm atë social. Themi se është një përdorimi dhe varësia, nëse flasim për varësitë, sepse ndoshta jo çdo rast që vetëm provon një herë, ta themi, një substancë narkotike dhe dëshmon vetes se ka gabuar dhe nuk e përdor për hera tjera, domethënë. Nuk mund të themi që ka pasoja të rrezikshme ose diçka që duhet të merret shumë serioze, mirë po në raste që të rinjt dhe të gjithë përdoruesit krijojnë edhe varësi dhe ato i përdorin në kohë më të gjatë, normalisht që kanë edhe pasojat e tyre. Në pasojat psikologjike shpesh e themi, dhe ajo është sigurisht që është më kryesorja, çrregullimet emocionale, domethënë çrregullimet e sjelljes, sepse normalisht vrehen ato ndryshimet në sjelljen e tyre, vetbesimi i ulët, ankthi i cili shoqëron depresioni, po ashtu edhe izolimi social, sepse ata vetvetiu ndoshta jo, po gradualisht fillojnë të izolohen nga rrethi në të cilin ata kanë qenë edhe aktiv. Ndoshta për shembull në shoqërinë të cilën kanë qenë nuk ka përdorues të substancave narkotike dhe ata e shohin veten si të tepërt në rrethin të cilin janë, ose izolohen nga të gjithë të tjerët të cilët nuk janë pjesë e grupit në cilin ata tani më janë futur. Domethënë, po ashtu vetmia, shumë shpesh ato e përjetojnë atë ankthin e vetmisë, i cili ndoshta në fillimet e para nuk vrehet shumë, po me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, ata e përjetojnë shumë rënd. Nuk janë të rralla rastet të cilët edhe me të cilët domethënë këta persona dhe bullizohen, sepse ndoshta ata në fillim e kanë filluar si një gabim, po me kalimin e kohës ajo bëhet pjesë e jetës së tyre, mirë po njerëzit dhe shoqëria nuk është që ditë mbështes sa duhet edhe ta mirë kuptoj gjendjen në cilën ata ndodhen, edhe kjo pastaj i dëmton edhe në aspektin social, po kjo pastaj direkt ndikon edhe në aspektin emocional të tyre, sepse normalisht kur refuzohesh, kur braktisesh, kur shtyhesh, nuk është një ndjenjë e mirë. Përkraja e familjes është shumë e rëndësishme për të rinjët të cilët janë viktimë e përdorimit të substancave narkotike. E rëndësishme është që ne të gjejmë mbështetjen dhe përkrahjen në fillim te familja. Sepse nëse një prind ditë bëhet dëgjues aktiv për fëmijën e tij, për triun e tij ose për antarin tjetër të familjes, i cili ndoshta nuk është shumë i ri, po ka gabuar një herë dhe të bëhet dëgjues aktiv, mbështetës i cili i ofron atij ndihmën, i ofron përkrahjen, i dëgjon problemet dhe vështirësitë në të cilat ka rënë, sepse jo rrallë herë ndodh që ata për të ikur nga vështirësitë, për ta mbyllur një kapitull i cili i orienton drejt vështirësive të cilat janë të patejkalueshme ndoshta për ata, edhe pse nuk ka diçka që është e patejkalueshme, po ashtu perceptohet, ata marrin hapin që të përdorin substancat narkotike dhe kështu mendojnë se zgjidhin atë problem. Nëse ai nuk ka një mbështetje dhe të njëjtin problem nuk e shfaq te familja, te rrethi, te shoqëria, në shkollë ose kudo që ndodhet me miqtë e tij, atëherë normalisht që ajo zgjidhje nuk mund ta mbaj të burgosur ashtu, po atë problem, atë vështirësi nuk mund ta mbaj të burgosur ashtu, po zgjidhjen do ta kërkoj diku tjetër dhe jo rrallë marrin hapat që të kërkojnë zgjidhje te përdorimi i substancave narkotike, sepse ata mendojnë se kur diçka pushon edhe është zgjidhur. Në fakt nuk është ajo. Po, sa e rëndësishme është edukimi dhe ndërgjegjësimi në luftën kundër drogës? Ne e dim gjithë se si në shëndetin mendor edhe ashtu në atë fizik, preventiva është shumë e rëndësishme se sa vetë mjekimi. Dhe normalisht që pikë kryesore për prevenimin e këtyre dukurive, si
përdorimi i substancave narkotike apo edhe varësive të tjera të cilat paraqiten tek të rinj, është edhe edukimi. Do me thënë, bazë kryesore është edukimi. Edukimi fillon që nga familja, do me thënë, kur prindrit mundohen që t'i japin sigurinë e nevojshme fëmijëve të tyre, t'i mbështesin ata, t'i u tregojnë se ata janë aty në çdo moment, në çdo rast dhe për gjithçka, po ashtu edhe t'i edukojnë, t'ju japin informacione të mjaftueshme se çfarë mund të sjellë për shembull përdorimi i drogave, sepse edhe jo rrallë mund të ndodhë që një ndër faktorët të jetë edhe mos informimi i mjaftueshëm, sepse thotë ta provoj se nuk më gjen gjë, ndërkohë që ai nuk e din se çfarë pasojesh mund të sjellë më pas dhe sa mund të largohet, sepse shumica e rasteve që ndodh dhe bëhen të varur thonë unë kur dua e lë, por nuk ndodh ashtu. Do me thënë edukimi. Prevenimi do me thënë nuk bëhet vetëm në shtëpi, vetëm në familje. Unë preferoj dhe i ftoj gjithë shkollat që ata të bëjnë, të përfshin në programet e tyre edhe edukimin për pikërisht për varfshmëritë edhe për drogat, duke marrë parasysh se sot është shumë më lehtë të arrijnë të rritë ndoshta tek këto substanca, sepse komunikimi është shumë më i lehtë, teknologjia na i ka mundsu këtë formë të komunikimit për gjithçka edhe për shitblerje dhe për gjithçka. Kështu që duke marrë parasysh se është aq e lehtë dhe aq e vështirë pastaj për t'u tejkaluar, është shumë e rëndësishme që shkollat në programet e tyre të përfshin punëtori psikologjike ose lëndë e cila në lëndët shkollore të përfshin tema të cilat do të fokusohen në edukimin për përdorimin dhe damet të cilat sjellin substancat narkotike. Persona që janë të mvarur nga përdorimi i lëndëve narkotike është vështirë të fillojnë të flasin për këtë problem, thot psikologja Sefa. Individet e këtij rrallë është e vështirë që të fillojnë të flasin për problemet e tyre dhe për fatkeqësinë e cilën ndodhen. Është e vështirë pastaj që ata të ndërmarrin hapa, ndoshta konkretisht vetë të marrin iniciativën për të ardhur në seansa, mirëpo gjithmonë mund të gjendet një antar i familjes, dikush i dashur i tyre i cili mund t'ju fillimisht pak po them si me zor i sjellin, se ata jo që vinë me shumë dëshirë, se nuk kanë shumë shpresa që mund ta tejkalojnë problemin në cilin janë, mirëpo pastaj kur e shohin dhe fillojnë të vedisohen dhe kur e shohin që gjendja e tyre pak po lëviz dhe fillojnë të ngjallen ato shpresat, fillojnë vetdia të ndryshojë, me siguri që ata pastaj ndoshta prap duket sikur nuk vinë me shumë dëshirë, po kur hyjnë fillojnë të flasin. Do të thënë nuk është ajo heshtja e cila ka qenë në fillim, edhe normalisht që kërkon kohë, nuk është një diçka e lehtë, kërkon kohë, kërkon durim, kërkon përpjekje të vazhdueshme, sepse dëshpërimi është shumë i keq kur ata edhe pas një iniciative që e kanë ndërmarrë se okay, unë do ta ndërpres dhe ose do të bëj një diçka e cila do të më largojë nga kjo gjendje në cilën jam, e kur e shohin që dështojnë, sepse ajo është varfshmëri dhe normalisht është shumë e vështirë për t'u luftu, dëshpërohen edhe nuk duan, mendojnë që i kanë bërë kot gjitha ato hapa, po kjo nuk duhet t'i demoralizojë, ata duhet vazhdojnë normalisht që rikuperimi dhe dëmet të cilët i ka sjell nuk janë aq të lehta për t'u rregulluar pastaj. Edhe normalisht që me kalimin e kohës, me trajtime të ndryshme, si mjekësore, si psikologjike, si në forma të ndryshme të cilët ata duhet t'i marrin edhe arrin edhe suksesin. Psikologja Sefa thekson rastet e tilla, sado që janë të vështira, nëse marrin ndihmë profesionale mund të kenë sukses dhe të shërohen nga varësia. Mesazhi im kryesor qëndron tek ajo që ata të kuptojnë fillimisht veten e tyre, nevojat e tyre, të njohin veten e tyre dhe të dinë se jo çdo herë zgjidhja e problemeve ose vështirësive në cilën ndodhen ose për t'u treguar para shoqërisë dhe miqve të tyre që ata janë pjesë e një grupi të caktuar ose për t'u bërë më nuk nënkupton që ne të futemi që ata të futen në rrugë nga të cilat mund të shohin vetëm dëme dhe fatkeqësisht
edhe prishet imazhit të tyre. Ata të pranojnë veten e tyre ashtu siç janë, domethënë me mangësitë, me përparësitë, me personalitetin të cilin e kanë formuar deri atëherë, dhe të përpiqen që të përmirësojnë veten e tyre në pikat të cilat ata i shohin se janë më të pakënaqshme për ta. Normalisht që nuk është asnjëherë turp dhe nuk është asnjëherë e pa pranueshme që ata të kërkojnë ndihmë në momente që ndodhen para vështirësive, domethënë kërkimi i ndihmës nga psikologu, nga antari i familjes, nga një mik, nuk është turp, por përkundrazi është ndoshta zgjidhja e duhur që ata mund ta bëjnë për problemet në të cilën janë dhe normalisht për zgjedhja e shoqërisë. Këtu domethënë do ta kisha potencuar që të kenë kujdes shumë se me cilin shoqërohen, me çfarë angazhohen, çfarë bëjnë në jetën e tyre. I kisha propozuar që të merren më shumë me aktivitete të cilët e gjallërojnë trupin e tyre dhe jo me ato të cilët e vdesin dhe e lodhin trupin e tyre, të merren më shumë me sport, të lexojnë më shumë, të njoftohen më shumë, të marrin informacione më shumë edhe të jenë të vetëdijshëm për atë se çfarë po bëjnë në ditët e tyre, në jetën e tyre të përditshme. Unë i kisha thënë me një fjali ndoshta që ta kenë si moto për një jetë të shëndetshme, për një mendje të shëndetshme, ka nevojë për një ecje të shëndetshme, që nënkupton të ecim shëndetshëm çdo ditë, të kemi kujdes çdo ditë për atë se çfarë bëjmë, si harxojmë kohën tonë, me çfarë merremi, kështu që se si ecim, ashtu do ta kemi të ardhmen. Apeli i psikologës Sefa është që të rinjët të kenë kujdes maksimal për një jetë sa më të shëndetshme, duke i shmangur të gjitha dukuritë negative, e sidomos përdorimin e lëndëve narkotike që e dëmtojnë shëndetin fizik dhe mendor të njeriut.